Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për krejt shikuesit e Kua Vizioni që edhe këtë mëngjes po e nisim e ne. Ashtu që shqetësej në shumë qytete, për kryesisht Prishtina është ajo një ndër qytetet që në orët e mëngjesit, por gjithashtu edhe në disa orë tjera gjatë ditës, ka të lëvit të veturave të shumta në kryeqytet. Prishtinasit problem kryesor po thuaj se e kanë këtë nisjen për në punë në mëngjes, ndoshta duhet të nisen pak më herët që të mërin në orar të saktuar në përpunët e tyre dhe gjëra që ata kanë për t'i bërë. E pikërisht për këtë temë për të lëvit në kryeqytet, sot kemi me bisedu me një ekspert të komunikacionit i cili është zotri Nol Dedaj. Zotri Dedaj, faleminderit shumë që gjatë atë kohën dhe mirëmëngjesi. Faleminderit për jush, mirëmëngjes. Zotri Dedaj, tema kryesore sot që ka kemi me bisedu janë këto të lëvit në kryeqytet që shkakton pikërisht në zonën e kryeqytetit të Prishtinës. Pse po bën këto të lëvit pothuajse gati çdo ditë në mëngjes? Po, për fatin më të keqen, Prishtina ka orën kulmore pothuajse tërë ditën, në krahasim me qytete tjera të cilat bëhet një hulumtim dhe bën studime të tilla dhe eliminohen, edhe mbetet që ora kulmore të mbetet mëngjes edhe në mbrëmje. Në Prishtinën nuk ju kanë bën hulumtimet, e duhur asaj përket edhe kësaj pike, edhe pikërisht është ajo që nuk është përcaktuar. Pastaj na shohim se zona parë është e ngarkuar gjatë tërë ditës për shkak se aty janë edhe institucionet publike, pastaj ka edhe institucione private me të cilat udhtojnë edhe popullata. Pastaj është edhe pika 2 të transportit publik. Niveli i transportit publik në Prishtinë është jashtëzakonisht i ulët. Kur flas se ulët, atëherë niveli i shërbimit është nef, për shkak se nuk është e mundshme që një udhëtar në vend se me hyp autobus, me shfrytzu autobus, ne e shfrytëzon automjetin. Pra kjo ty të kallëzon se niveli i shërbimit transportit është nivelin më të ulët. Sikur të ishin rregulluar niveli i transportit, pastaj niveli i parkingeve nëpër qytet, pastaj janë edhe elemente tjera të cilët i përcjellin këta, atëherë sigurisht se nuk e kishim pas orën kulmore tërë ditën, kishim mujt me pas orën kulmore gjysore, sa i përket ardhes edhe shkumjes në punë. Kjo është ajo që në pikat shkurta du me thonë se për shkak kemi orën kulmore në Prishtinë tërë ditën. Pas mos përdorimit të veturave personale dhe mos përdorimit të trafikut urban, çka mendoni personalisht që kish mujt me zgjidh këtë problemin e komunikacionit mbi ngarkum në Prishtinë? Shqipëria, Prishtina nuk e ka menaxhimin në nivelin e duhur sa i përket përgjithësisht komunikacionit dhe transportit. Sikur të kish dalë menaxhimi i nivelit duhur, atëherë sigurisht se kish me pas më të madh. Nëse na shëtitmi sot tërë ditën e gat, asnjë polic trafikut nuk kena me mujt me pa në rrugë. Edhe pikërisht është ajo pse unë jam idhëtar që Prishtina me pas policinë e kryeqytetit, edhe ajo polici masanesh marr edhe me rregullimin e qarkullimit automjeteve, pastaj parkingot, pastaj edhe rregullimin, sigurisht se masanej lirimi rrugëve kish me bën të zgjedhur edhe transportin publik. Pra ekzistojnë elementet e tjera të cilat duhet patjetër për mu rregullu, në mënyrë që ta kemi një lëvizje qetë dhe mos të kemi orë kulmore do të gjatë tërë ditës. Zotri Dedaj, për neve dhe për shikuesit tonë, personalisht a mendoni se ndikojnë edhe sinjalizuesit në për rrugë që janë semaforët për me kriju një lloj të lëvie? Po shqia sinjalizimi pika kyçe në Prishtinë që nuk është në nivelin e duhur. Në qoftë se na tash të shohimi për këtij pozicioni që jemi, do të shohimi që ka sinjalizime që fare nuk duhet më kon aty, ka sinjalizime të cilat e japin edhe mesazhin e kundërt në krahasim me qarkullimin rrugor, po ka edhe shenjat trafikut të cilat janë vendosur, komunikacion të cilat janë vendosur në vendin e duhur. Pra Prishtina ka nevojë për një auditim të sinjalizimit horizontal dhe vertikal, në mënyrë që ta ketë drejtuesi automjetit shumë më të lehtë edhe qarkullimin brenda orëve kulmore dhe brenda orës që është i duhur. Pas Prishtinës, a mendoni se edhe qytetet e tjera të Kosovës e kanë gjendjen e njëjtë, apo Prishtina le të themi që është në vendin e parë ashtu për të lëvi në orët e mëngjesit? Jo, Prishtina e ka marrë tash primatin për shkak se kryeqytet, derisa qytetet tjera, si më ka rast edhe mi vizitur, nuk kanë orë kulmore, për fatin e mirë, për shkak se i tërë biznisi dhe të krejt punët që duhet për më kry për një janë në Prishtinë. Edhe në qoftë se ju shkoni në Pej, me qenë se e frekuentoj edhe Prizren, e frekuentoj shpesh herë, edhe ju shkoni aty në ka orë kulmore, fare nuk ka orë kulmore,
tërë ditën e gatë ekzistojnë mundësia kur ka festa ose kur ka ndonjë manifestim tjetër që mundet të ekzistojë dhe që në to rrethana mësane menaxhimi është i veçantë, po megjithatë Prishtina e ka primatin se i përket orës kulmore tërë ditën, prej 7-ve deri në 8 mbrëmje. Dhe më thonë, shikues të nderuar, qysh nga orët e hershme ashtu të mëngjesit, nëse dikush ka ndonjë punë në Prishtinë për me kry, do të më unis pak ma herët, por edhe kam mbrëmja ndodhë ndonjëherë që bëhet të lovi, qysh kishëm mujtë me njanu krejt këtë të lovi, edhe pse në pikërisht mbrëmja. Pjesa prej orës 15, 17 ose 18, mësë ne lirohet qyteti, vetëm në qoftë se ka një manifestim ose diçka tjetër, atëherë tjetër më abet, por në të rrethonat ndryshme, me njëherë mas orarit punës mbrana 1 orës stabilizohet komunikacioni në Prishtinë. Unë personalisht nuk e përdori tash autobusin heci kam, për shkak se me autobus mujt duhet me ngru 2 autobusa deri në Lakrishte, edhe i baj heq ma pak se sa një 50 minuta ose 60, kështu i mshoj kam edhe më rri për 20 minuta. Zotri Dedaj, faleminderit shumë që gjatë të kohën, ju dëshiroj shumë suksese dhe të shpresojmë që Prishtina kështu ka me pas një nismitar që me ndru krejt këtë punën e automjeteve që po kryojnë të lovit shumë ta sin mëngjes, për gjithashtu edhe gjatë tërë ditës. Faleminderit edhe një herë. Edhe për jush, shumë faleminderit për jush. E Agnesa dhe shikues dashur, qysh bisedum edhe me ekspertin e komunikacionit, ai vëntirje që ti reduktoni veturat e juja nëse keni punë në Prishtinë, mund të përdorni trafikun urban, ka linja të ndryshme të trafikut urban që mund t'ju dërgojnë deri në lokacionin ku dëshironi të arrini ose t'ju afrojnë aty, por tash po kuptohet edhe motin e kemi më të mirë, vetë se pothuajse kemi hinë në stinën e verës, e ashtu edhe unë për ju bëj një thirrje që të ecim sa më shumë, për ndryshe kemi për vetet e ke fundit ta reduktojmë veturën sa më shumë për shëndetin ton, por edhe për kryeqytetin ton të dashur, pasi që këto të llovi po jenë problem për shumë qytetarë të Prishtinës, për njerëzit që shkojnë në përpunët e tyre, por gjithashtu edhe për ata që përdorin linjat trafike urbanistike për të shkuar në punë, ka raste ndonjëherë që edhe vonohen pasi që ka të llovi të shumta në kryeqytet dhe as me linjë trafike nuk mund të mbërri. Nëse ju nuk keni diçka më shumë, atëherë po e kaloj linjën përsëri në studio. Faleminderit shumë.